Një 32 vjeçar u ndalua nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Pukës, pasi gjykata e apelit të Shkodrës e ka dënuar me 6 muaj burg për veprën penale kundër shtimi punojësit të policisë së rendit publik dhe kanosje për shkak të detyrës. Ky shtetas u kap në Tiranë nga shërbimet e komisariatit të policisë numër 3. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në Vaun e Dejës shpallën në kërkim një 33 vjeçar, banues në Ujshtrez, pasi dyshohet se ka tentuar të vjedhë në banesën e një tjetër shtetasi në fshatin Ranza. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Shkodrës kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimin në gjendje të lirë për 38 vjeçarin me inicialet VM, banues në Velipoj, pasi është shkallëzuar nga 44 vjeçari Emiliano Nika me detyrë kreu i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, se 38 vjeçari e ka kanosur nëpërmjet telefonit për motive të dobta. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Shkodrës kanë referuar materialet në prokurori pasi ka kallëzuar një 33 vjeçar banues në Malihebe se në këtë rrugë të fshatit dy shtetas që nuk i njeh ka goditur me grushte dhe sende të forta. Pasi ka marrë mjekimin në spital, 33 vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë nga specialistët e qarkullimit rrugor janë referuar materialet në prokurori ku janë proceduar shtetasi AS 55 vjeç banues në Hajmel dhe një 67 vjeçar me inicialet HF banues në Kuq, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje, si dhe një 20 vjeçar nga Kopliku i Sipërm me inicialet MZ pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet për të rasti kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Ndërkohë në orët e para të mëngjesit në Vasil Shanto, automjeti me drejtues shtetasin PB është përplasur me një motomjet, ku si pasojë e aksidentit janë dëmtuar 50 vjeçari NL dhe pasagjeri në motomjet djali i tij 14 vjeçar. Policia ka kryer veprimet procedurale me drejtuesin e automjetit, ndërsa dy shtetasit në fjalë ndodhen jashtë rrezikut për jetën.